S'po m'pëlqen, me thonë sinqerisht, sepse në situatat e tilla të një kontestit gjyqësor si ky, unë kam pritur burgim të përjetshëm, s'di është ligjërisht të përfshijme ajo, po kam pritur që kam kërkuar burgim të përjetshëm. Po çfarë janë 45 vjet? Mirë, po flas në aspektin juridik, Vilajm, se unë e di që është burgimi i përjetshëm 45 vjet. Pra, në këto çka po flasim na kushtrim, ky është vetëm një show mediatik i prokurorisë, e cila, e thash edhe një herë, pasqyron secilin problem, ngjecje, dështim dhe këtë çka rrugës ka arrit për këto 5 vite me e bo. Tashti, prokuroria qëllimin kryesor ka pas ta mi mbajt në burg, dhe këto ja ka arrit, për 5 vite ka mbajt. Qashtu shkele shka, lype, mos liro, jep fakte, jep argumente për mos me liru, mu mbrojnë liri e tjera, pra e ka arrit maksimumin e saj që ka dash me e bo. Për te saj, besomni, nuk ka me ndodhe zgjë më shumë. Pra, për te kësaj që kemi të gjuhë sot, me ka që mbyll kjo prokuroria e Turpit, ato se çfarë ka bërë, në më thonë 5 vite. Tashti, tem tjetër është se kemi ardhur deri te gjykata speciale. Unë mendoj që janë, edhe pse lidhet, po janë dy konteste tjera që mu i ardhë dyre aty. Në fundit, për është kontestet politike që e përmeni Milajimi, sepse unë besoj që edhe politika i ka disa vjetë kuqe në fund. Narracionin në cilën është ndërtu gjykata speciale në vitin 2010 që ka fillu. Ka qenë rrethana tjera geopolitike atko. Na gjithë e dim që kjo është bëmi plotësua apetitet ruse. Rusia atko ka qenë kushtrim bashkëpunëtore me ngushtë i Gjermanisë, bashkëpunëtore me ngushtë i Amerikës. Pra në esencë, nëse flasim që nga themelimi deri sot, komplet në rrethana tjera kemi qenë atje. Po tishim sot në ato rrethana, për mu kishte ekzistuar ndoshta një arsye që me pas një frikë që politika në fund ndikon. Por unë besoj në diçka tjetër, që ky trup gjykues, sado që koni pa drejt, sado që kemi pas shqetësime që ka mbajt anën prokurorisë, në shumë raste kemi pa veprime të tilla. Unë në fund jam i bindur që kam me gjyku drejt. Çka ndodh kjo? Këta burra lirohen dhe vinë shpejt. Kjo është fakt i krym, sepse nuk ka asnjë argument i cili i çon drejt kësaj çfarë ka kërku, domethënë prokuroria. Tashti, çka pason pas këtij lirimi, a do të njohë gjykata që ato krime kanë ndodhur, sepse mund ndodhë kjo. Ti konstatoj që krimet kanë ndodhur, por mund mos jenë përgjegjës këta që po akuzohen. Çka nëse dënohet dikush, Rama? Unë nuk pres të thash me dënu dhe për këta jam i bindur çka po flas. Unë nuk pres që me pas vendim dënues për këto që kemi pas. Haradina i tha se rruga u nis me Talin, që me një farë forme të vendoset ai kuti matës. Por unë e shpjegova kushtrim. Talin more po edhe këto që kanë dënuar zotin Mucati. Po këta kanë qenë ka 5 vjet burg. Fal diçka, folëm pak me argumente. Po e ka ditë more prokuroria krejt kush i ka sill dosjet, nuk i kanë pos me emna, me mbi emna i kanë dënuar këta. Por nësimi u koni pari që është arrestuar, po, prej fillimit punës gjykatës, ke qenë personi parë nëse gaboj. Cali ka qenë i parë. Po mirë, ju keni qenë domethënë dy parë. Normal. Qyre, janë dy çështje tjera, por nëse do të fol për politikë dhe mesazh, kjo tenasimi ka pas absolutisht, sepse në esencë kanë dashur me friksu tjera që me e bë këtë punë se me u përfshi. Sidoqoftë, do të fola për kontestin e përgjithshëm të këtij procesi gjyqësor, i cili përfundimin do ta ketë pozitiv për këta burra në fund. Por e thash edhe një herë, cila do të jetë verdikti në raport me ato dëshmit, fakte që janë prezantuar sipas prokurorisë, a do të ketë konfirmim dëshmive që ato krime kanë ndodhur dhe mund të mos lidhen këta njerëz, se kjo ka ndodhur. Pra, ka ndodhur krimi por ty s'mund të lidh. S'ka arrit më ofruar argumente që ti je fajtor për atë punë. Edhe tjetra, mësore në narracioni i dëshmitarëve të mbrojtjes, sidomos ish profesorët e lartë amerikanë Hill dhe të tjerë. Unë besoj që në masë madhe kanë arrit me sqaru dhe me rrezu këtë idenë e këtij zinxhiri komandues rrugës për çka prokuroria po pretendon